Pasagerët duruan një fluturim të pakëndshëm 8 orësh drejt Askundit, kur avioni i tyre u detyrua të kthehej në shtëpi përpara se të arrinin në destinacionin e tyre. Ky fluturim zhgënjyes ndodhi të shtunën në bordin e një fluturimi të Eurowings, një linjë ajrore buxhetore jashtëzakonisht e ngushtë me ndenjëse të holla si brisk, ju të shtrirë dhe tualete të ngushta, në atë që supozoi të ishte një Eurohop 3 orë nga Düsseldorfi, Gjermani në Tromsø, Norvegji, raportoi faqja e udhëtimeve. Fluturimi EW9250 ishte nisur në kohë rreth orës 15 dhe po i afroheshin destinacionit të tyre, kur aeroporti i Tromsøs raportoi erëra me shpejtësi rreth 54 milje në orë, që e kaluan pragun që konsideroi sigurt për uljen e Airbusit, raportoi gazeta gjermane Bild. Me aeroplanin vetëm disa milje larg aeroportit, pilotët u detyruan të devijojnë për në Rovenheim në Finlandën e afërt. Avioni ul në Rovenheim përpara se 120 pasagerë të uleshin në bordin e avionit të ngushtë, duke pritur që moti të kthjellohej në mënyrë që të mund të provonin një mbërritje të tyre në destinacionin e synuar të Tromsøs. Pas një ore, pilotët morën konfirmimin se erërat ishin shuar në Tromsø, kështu që avioni u ngrit përsëri në qiell. Megjithatë, për fat të keq, përpjekja e dytë për të mbërritur në Tromsø dështoi, pasi shpejtësia e erës u rrit përsëri gjatë afrimit të avionit në qytet. Në fund të fundit, pilotët vendosën të fluturojnë përsëri në bazën në Düsseldorf. Ata ulën rreth orës 23, gati 8 orë pas nisjes fillimisht nga i njëjti qytet. Eurowings ofroi akomodime gjatë natës për pasagerët. Përpara se të tentonte fluturimin mëngjesin tjetër, ai fluturimi ishte i suksesshëm, me pasagerët që mbërritën të sigurt në Tromsø në orën 11, të dielën 20 orë prapa planit, raporton Bild.